Territori i Kosovës për datën 26 mars 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorit. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:01 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 15 gradë Celsius, Pej 3 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 15 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius,